Më 12 dhe 13 qershor, qindra e mira besimtar nga të gjithë trevat shqiptare dhe mëgjeri janë drejtuar kishës së Shnandout në qytetin e Laçit për të marrë pjesë në ceremoninë përmbyllëse të njërit prej pelegrinazheve më të njohura dhe më të rëndësishme fetare në vend. Ky pelegrinazh, i cili zgjat për 13 javë radhazi dhe zhvillohet çdo të martë, kulmon me festimet e ditëve të shenjta që përkojnë me datën e shenjtërimit të Shnandout. Besimtar të gjithë moshave mbërrinë në Laç me devocion të thellë për të bërë lutjet e tyre, për të kërkuar ndihmë hyjnore apo për të falendëruar për ndërmjetësimet dhe mrekullitë që ja atribojnë këtij shenjti të dashur për popullin shqiptar. Për shumë vet, pjesëmarrja në këtë pelegrinazh është një përvojë shpirtërore unike. Ata ecin në këmbë për kilometra të tëra, qëndrojnë netëve në ambientet përreth kishës, në lutje e meditim, duke kthyer këtë akt fetar në një moment të thellë reflektimi dhe bashkimi shpirtëror. Ndërkohë, kisha dhe zona përreth saj shndërrohen në një qendër të gjallë të besimit, ku përzihen tradita fetare, trashëgimia kulturore dhe rrëfimet për mrekullitë të ndodhura me ndërhyrjen e Shnandout. Tradita e këtij pelegrinazhi është e lashtë dhe rrënjosur thellë në ndërgjegjen e komunitetit. Ajo trashëgohet brez pas brezi, duke ruajtur gjallë jo vetëm besimin fetar, por edhe identitetin kulturor të një populli që, pavarësisht sfidave të kohrave moderne, vijojnë të ruajnë lidhjen e tij të fortë me të shenjtën. I vescovi i Tiranë-Durrësit, Imzot Arjan Ndoja, tha se as pasuria dhe as joshjet e botës moderne nuk e kanë mbytur besimin, sidomos në vende si Laçi, ku njerëzit vinë me zemrën plot shpresë dhe me dëshirën për të gjetur paqe e forcë shpirtërore. Ky pelegrinazh nuk është vetëm një akt fetar, por një dëshmi e gjallë e qëndrueshmërisë së besimit, një ngjarje që çdo vit rikthen në qendër vlerat e lutjes, mirënjohjes dhe bashkimit përmes shpirtit të komunitetit.